çfarë make-upi mund të realizoni me këtë setin e furçave. Në fytyrë kam vetëm skincare dhe pak lip dhe cheek tint dhe kjo nuk më ikën, duhet të laj fytyrën me patjetër. Thjesht do vendos fondatinën sipër, po përdor një nga beauty blenderat Estetit. Shikoni se sa mirë e përhap fondatinën ky beauty blender dhe duket shumë natyrale sepse kam vendosur edhe pak. Nëse do vendosja më shumë, do kishte më shumë mbulim. Tani unë kam aplikuar konturin dhe do ta përhap me këtë furçën këtu. Dhe kjo e përhap konturin në mënyrë perfekte. Është shumë e mirë edhe për të përhapur fondatinën, por unë e preferoj vetëm për konturin, sepse fondatinën e përhap me beauty blender. Përhap vetëm konturin në fytyrë, jo tek syt dhe tek hunda. Për konturin e hundës dhe të syve do përdor këtë furçën këtu, e cila është kështu. Shikoni se sa shpejt e përhap produktin. Dhe do e vendos dhe tek syt. Tani blushin do ta përhap me këtë furçën këtu. Këto furçat janë furçat e mia të preferuara, që mund të bëj të gjithë fytyrën vetëm me këtë setin. Tani do përhap korrektorin dhe do përdor përsëri beauty blenderin. Shikoni pak se si e përhap korrektorin me sekonda. Tani pasi të gjitha produktet kremoze janë vendosur në fytyrë me beauty blender, thjesht do t'i bashkoj në këtë mënyrë me njëra tjetrën që të blendohen dhe të bëhen të njëtrajtshme. Tani me këtë furçën do bëjmë set fytyrën. Unë kam shumë qejf që fytyrën ta lë me shkëlqim dhe bëj set vetëm tek pjesa e poshtë syve dhe tek pjesa e ballit dhe hundës, sepse aty më yndyroset shumë lëkura, sepse e kam lëkurën mikse. Dhe zonat e tjera duhet i lë pak me shkëlqim. Tani po vendos dhe pak rimel. Dhe kështu do të duket make-upi juaj vetëm me këtë setin e furçave dhe rimelin e merrni falas. Për porosi, na kontaktoni!